Tani dihet përfundimisht ndaj edhe unë po e them shumë shkurt miq të dashur. Dështoj përfundimisht aventura e qeverisë gjermane me 1.000 euro bonus, pa tatime dhe pa kontribute për punëtorët që do të duhej të jepeshin deri me korrik të vitit 2027. Qeveria gjermane kishte vendosur më parë që kompanitë dhe punëdhënësit e tjerë, pra edhe institucionet e shtetit, mund të japin deri në 1.000 euro pa taksa dhe pa kontribute punëtorëve të tyre. Këtë vendim e pati miratuar madje edhe Bundestagu gjerman, por Bundesrati, pra vendi ku mblidhen përfaqësuesit e landeve të Gjermanisë për ata që nuk e dinë se çka është, e ka stopuar këtë projekt. Ata thanë se landat dhe komunat, por as punëdhënësit e tjerë nuk kanë mundësi që në këtë moment të sigurojnë para të mjaftueshme për të paguar punëtorët me nga 1.000 euro shtesë, pavarësisht faktit se një pjesë e këtyre parave mund të kthehet në fund të vitit përmes lehtësimeve tatimore. Me një fjalë, ky projekt i qeverisë gjermane dështoi edhe atë përfundimisht dhe këtë e kanë konfirmuar vetë përfaqësuesit e partive politike në koalicion, pra sot me 13 maj. Prandaj, po e them edhe unë shkurt, punëtorët në Gjermani nuk do të marrin nga 1.000 euro shtesë nga punëdhënësit e tyre si bonus për shkak të krizës dhe rritjes së çmimeve pas fillimit të luftës në Iran. A do të ketë ndonjë formë tjetër lehtësimi tani për punëtorët nuk dihet për momentin, por ky është vendimi i fundit dhe përfundimtar që e kanë shpallur sot pra vetë partitë në pushtet. Ndaj, nëse doni, shpërndajeni këtë video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse në Berlin janë duke u zhvilluar pikërisht në këto momente konsultime shumë intensive edhe për disa çështje të tjera me rëndësi, siç është për shembull reforma e shëndetësisë, pastaj lehtësime tatimore e tjera. Pra, së shpejti priten edhe informacione të tjera me rëndësi për të gjithë ne që jetojmë në këtë vend e të tillë, siç e dini, ka me qindra mijëra shqiptar. Faleminderit dhe mirupafshim.